dynjaja e zezë. Kjo fush këtu, krejt është i rati i shtëpisë tonë, Bashallakut. Aty konë të ajo shtëpi kulla e Ram Brahimit, ma vonë konë e njoftme dhe si kulla i Merelezit. Sa musafir janë pritë, janë përcjellë në atë kullë. Sa puna u bon këtë fush, kosaq, argat, sa buke ujë kemi bajt, punojshin këtu moshë kjo fush njerëz. Dikush të mledhë sone, dikush të punun kopshte, knej argate, kosaqe, vishin nipa e mesa bësa na animojshin e na bajshin ujë, buke, që e sot së shekër kanë hiqë. Tash fusha po punohet me traktora, me maqina, po shqyr, ma kollaj, po shyhreti e lezeti që o konë, ma nuk është. I shkon njoni burri mirë, po i kish pas punë të këgjahëll. Folke ka pak në përneja, folke fjallë me ven, po kërkush së një gojke. Që thojnë dora thatë s'ka urat. Bile dhe i thëshin, ja më residenti. Po, hajt, ju rritën moshkujt, ju rritën djemt, të punu e të gjallnu, e t'i bon një senë të bo zingjin. Edhe kur erë dimni, të prev një postermë të madhe e të majme, e i thiri me shok e me miq, e jarona të mosh oda, muhabet deri në gu. Dikur, po bënë tha e mërë burra, tha m'ju kalzu diçka. Ha, nesën ata pekshyn. Tha qyshe kemi pre postermen. Tha e kemi lonë sakicën aty të cungu, tha sakica me gjak, ishin shku tha qete këshin hongër sakicën. Ata dhe tash po thojnë, pasha zotën po, jo po e kanë hongër se sakica me gjak, po. Ky pinigon dikur tha, pse bre burra tha po rreni. Se kur si kum pas senet folsha fjallë me ven ës mbesojshit. E tash që bona zingjin po thuni e kanë hongër qetë sakicën. Pa i kur qetë sakis nuk kanë hongër. Kjo politika jo në bomës vetë. Si puna një farë shoferi, i shonis më shku me kërë dikun e tjetë një farë loqi. Bjemi jepa, neje, kneje, hiqe, qëllojnë dhe të punu aty, shkojnë, minimu. Po ata, dikush e shtyke për para. Dikush i kish dala nej, jo thë ki du të me shty, peja nejit se del ma kollaj. Do ishin shku për strup e shtyshin, thëshin e ka përcen loqin. Ai shoferi atje bërtit ke mrena, thë ke, unë e kam vëllonin në dorë, mësë mësëni ju mu, e di vetu në shka bëj. Edhe që ashtu të bo fjallë dikur, po ka përcen një plaka, sajde. Ha, tha bre, qka o bo? A ju me jetë kirin lëshë, tja nisën ata, nërmje vetit, të bo fjallë, jo, unë pisëm këneje, a i pëthëta neje, ata tjertë për strup, tha nalnu, ka dale. Për më dalë kiri pe loqi, mas pari ju du të më ranë razi, me shty një onë, se as ju, as shoferi, s'moj bëni kur gjo, kur qa prashit një jotë teja nej, kyk nej. E nesh duhet më punu razisht, e më rejt tonë një fjallë,
për më ecë ky popull përpara e më dalë për kësaj krize. Njani shkon nisë më shku dikun edhe o tesh një farë përpjet zëtë madhe. Ish lodh edhe po këqyr qysh më dalë tash në kodër. E po thët, tha hej zët, tha qitë ma një kali, tha ti hipi, tha e dalë në kryt kodrës atje. Zvanoj shumë, ish kur po vjen një zapti i mretit me një atki. I kish pa pjellë si rishtë e mazë i vogël, s'mëj ke më ecë. E pi thot, merë ma qëtë mazën, shpinë qëtë ma dejnë kodrë atje. Ky tha jo mërë, tha im lo për veti më tesh, tha s'po moj për veti më ecë. Tha pe kap mazën, tha të vrava. S'pat qarë i shkreti a ki nge me kap mazën në shpinë, e përpjet, e të mlun njërst. E minë zidul atje. Po, tu në gjitë përpjet, po thët vetë me veti. Ha, zoti boft rahmet, tha, unë tha, e luta zotin, tha, më ma qitë një kali mi hip, tha, jo më hip kali mu, tha, e për gazept zotit minë zidul analt. Në Gjakov do Dugajgji aty, ka qarshia, po thojnë, hajtë mëre se cili berë vjerët në kom të veta. Dhe me që njëri në boft keq i bën veç vetit se tjerve jo. Edhe njoni të ka përcyja asaj dhe pinin. Vetë me vetën tha, ta shpekëshyrim. Edhe shkon të një kasap. Thot më ma prej një dash, e vesh më marrë jep, edhe du me marrë. Ja prej taj dashin e pagun e del. E shkon në qarshi e vjerë një lisë. Aty edhe dashi vesh i jepun, e nisi më marrë rrërë, vere, në zetë. Tash ja nisën ata Dugajgjit asaj dhe pa në kohën. Edhe pithojnë atë jetës mërë, tha, hjek na tha të berë për aty, tha se na bon një rëzil, tha, na kërdisi për jere. Ja, tha, ka dalni. Se thëshit se cili berë virët në kom të veta. E a pëshini që njeri i keqë, nuk pi bëj ka dëm veç vetit, po krejt miletit. Këtyne herë e kanë nu sanën në mullar. E njani i shkon shpjanik, i kish panu për një 7-8 mullar në lamë, s'ka i shpije. Edhe një dit quen herët mashkujt më shku më punu dikune, edhe baqica me qëbanin ishin kënë shku dikun në ziaret, e jesin qetë zgjidhën, si këshin pa lidhë, për i ngute. Ata dhe qetë pësilën në përëbër për një, si ma i fështirë, i shku i shranë për din të sonsë. Tash gratë nuk guxojshin më shku mjë qitë gjave më marë son aty. Gjithë ditën gjaja të palë, kur erdhen në pramje, që boni e zoja shpis, pju thët ajo grave, qysh që thët si këni qitë gjave heq, shkova i këqyra cëftun ishin. Grati thanë valoj,
non nuk e kemi lonë që kem pritu, a që s'kem desht. Po, i shkon ra qenin po din, e zgudzojshim më shumë më marë son. Peja të të met fjala e kishë nëzonë qeni po dinën. E nesh që shtu dë njerëz i nëzojnë dë vena, e tjertë jesin të usilë për rreth. Një zinxhen i shkon hip në kalit shalës, e unë nesë më shku në shehër mi kry dë punë. Ka u këthy, peshes s'ka ju dhe një qenë, ish lodh, pa hongërë. Ma ka të sof, ish metë që aty ramë. E kthej kalin, për mas, a pet në shehër. Shkoj të një furragji, tha, qërë, tha, të shku për i shpije, tha, e pava një qenë, tha, ish s'ka ju dhe që aty ish lodh, uni. Shko merre, e qiti buk sa të munësh. Në fund të muajit, vije ta paguj. Edhe shkoj këj për i shpije, për shkonaj furragjia, e mor qenin, e ja nisi me qitë buk, për dit, e të maj qeni, e të hidis. Tash ky zinxhini ka funi i muajit, po shkon edhe me këshyr tash qeni çka u bë me ta, tha, edhe mja pagu bukën furragjisë. Kur afru të furra aty, dul qeni të mësëu, e që trem kalje të gjujti këto sa që atje. Nisi bile edhe me mësy me hongër, po furragjia dule e priti. Tha, le, tha se buka jeme, tha për mvret. Një farë babaos, i shkon të shkur dikun, edhe teshet një djallë të ri. Pi thot aj, a mujtë babaos, tha po erdha ka dale. A mu erdha ti bër djalli mirë. Tha po erdha. Ajo djalli pi thot, babaos, tha, a më tutësh? Tha po mërë qësh ja. A e din, tha, që moj më të reja që tash? Po, tha, e di. Bës, tha, moj edhe më të vra. Po, tha, e di. Tha, a një cilë jemi matrim? A unë ati? Tha, jo unë. Tha, qështi, tha, po më tutësh, tha, dhe jem matrim. He, mër djallë, tha. Unë jam, tha, matrim, që ti dërëj ty këto fjallë, e se nëzirë realtinë më ta njën lullë balit. Po, më të vra po binë gjak, edhe po fikna, e kur të fikna atëherë nuk më vynë gjo as trimnia. Tash po prejën kurbonat me kasap. Po, njerëzit po shtyën tash cili penzan renin ma përpara. E që shtu një farveni të dasht me mi prej kurbonat, bojnë fjallë, ja vëllaj, kurbonin tem du të ma prej mas pari, a i tjetë ja vëlla, kurboni jem është ma i madhë, du të mas pari, dikush ja ashtu edhe, po ka përcen një plak aty dhe pjo thët, ka dal një bura, qa po bën një fjallë, se kurban është, kurboni përjet mu afru me Zotin e me robin, e jo kështu. E nesh, do të me prej kurbonin, e mu lutë inshallah bëhet ka budh, e jo mu fjallos. Ty nëherë ka necë, gjinë janë kom shumë, edhe
ko gja largë më konjën shku në kom. S'kan pritu. Një 2 vetë nisën më shku dikun, po vera në dzete ishin kondeshtu, edhe kur hinë një katun, shkojnë të një shpi, më lypuj më pi. Thrasin aty, oj zoti shpis, oj zoti shpis, edhe del një plak. I thojnë këta, a janë burrat këtu? Thot jo, valla, burrat janë të qata lisat që atje. Atje të lisat ishin konë vorët. Tha në kofqini të i lyp mashkujt, tha mashkujt këtu janë. E nesh mashkuj ka bëll, e më konë burë pasha zotën, ka punë. Këty njerë kanë shit njerëzit drunë, një stëgën, peje, po ka heri qëshin natën, uneshin mas darke, me kerët koale, me kerët kive, i qëshin peje mi shit. Atje u shetshin pak ma shumë. E njani i ngarkon një 2 koal me samar, i ngarkon me drunë, e nisët mi qunë peje mi shit. Kur shkon të mirit, i nalë koalt, s'ka një livadhi më kullot, edhe shtrehet vetë aty e kap gjumi. Dikur kur u qu, si janë kualt, ja kish fshi dikush. Lypa nej, lyp kënej, heq, qka më bo, shkoj të pasha në pej. Edhe pi thot vallaj, thot, mi ka marrë dikush kualt? A i thot, po ku kjeti kur ti morën kualt? Vallaj, në më konë thot flejtën. Pa qysh mërë më flejt? Ti u dash me ditë që ti vjedh dikush kualt. Vallaj, flejta une pash se thësha nashta ti je qumë. Dhe me kja qiti që ti je të e sunu kësaj dhe këtë vilajet edhe nuk gudzën kërkush më vjedh. Pash si erdhi natë për këto fjallë, e ti thiri parin e sejment, e ti qiti janë në kateron, edhe ja gjetën kualt e ja qunë të shpija. Halil Mustaf s'pe ju që i kish parë një mik në Konak, edhe po bojnë muhabet aty lafe, po pinë duhan. Dikur pe vetë Halili mikun, qka i keni hesapet, a keni punu, a keni vyja. Pa edhe kish pas pak zanot, këgja nalt mja majt. Tha kem punu, tha përzet edhe ka falë zoti bërëqet si vjetë të une, 20 karric gruni këm gjithë. E ju dredh, pja bane ti, po kë mi kalzu sa nuk deshi se i këshpa gjithë veç 6 karric. Edhe pau që miku ja majti pak si në lavd. Tha, pa i qyrë, nuk po hima nej, tha sa i këm gjithë e sa si këm gjithë, tha, po, me rami është më të qitë buk gruni, edhe po të kalzoj sa herë të vishë të une. Ka më të mi buk gruni deri sa të lesh. Një 2 vllazën ishin konë një farveni, po njoni punojke qështu, punojke narën, livadhe, gjithka, tjetri hiq, ish mësu veç më vjedh, mu ngatru, me gjenë, më bo punë të këqia.
E ai vllau I tjetër po munohet të tu I fole, ma bre vlla kështu e s'ban kështu e, a psheta kanë marrë natë, katune, miqësia, badihava. Dikur, pjo thët dëmishve, tha muni bre mi fol këti vllau sa pshet çka të bo. Ata dhe shku në pithojnë, balë ki bo ma, s'ka më vje dhe më bo gjonat këshia më ngatru me halke. A I tha vallaj nuk muj, tha minal këtu, tha se buki kam. E dikur ata tha, ani qyrëve shme në edhon fjallën, vesh për I punë. Tanë ani bëfsh, vesh më rajt më sraj. Ani tha ju pashan mu. Shku në dë ditë dhe u tesh një fanije diçka deshti mu ngatru me ta. Po, unë nale po mendon, tha, mu ngatru në me këta, për më pështu të një do të më rajt. Edhe shkoj. Një ditë tjetër, deshti më vjedh diçka, pa peti ra nërmen, tha, më bo tha më hetu, tha, me morë vesh tha që kom vjedh, tha, do të më rajt, më bo be rajshëm që s'kom vjedh. A petu nalë edhe aty. Qashtu në punë tjera, si doj kemi bo, I bike nërmen, që s'do të më rajt, edhe I la punë të këqia, u këthy për smari, të punu e të gjallnu. Se rena është e keqe, e për ata dhe njëri duhet gjithmonë mi ikë sa më shumë. Një farë Vesel Zymeri I Likovcit, I shkon mjeshtër I shpijave. Maroj ke shpija edhe është atë det kur t'ja qesin kulmin, mi qitë dë bakshishe aty. Peshkire, qerape, bësana I këmishe. E Veseli kur e krynë një shpia, tjeto ja qitë kulmin, ja qesin ato bakshishe, po ja këshin pa qitë edhe një këmish bari shukë, pjusa I Kandranica, dhe me ke qinisme. E masa nej del ati një punë më shku dikun, një farë nej aty të burrave, pithojnë dë, që është bre Vesele ki vesh këmishën bari shuke, këmisha qinisme së është për ty, ajo është për tri. E tha vallaj, thesin e lypsit, tha mëse këshyrni se aty ka të lifar buke. Qështë që ja dhojnë halku. Edhe neve mjeshtërve qështë na I dhojnë bakshishët na qashtu I bojnë. Njanit I kish pa hup një kali. E lypja neje, kneje, gjithka, po s'mujti miran fërkem, hyq. Edhe që ka më bon, shkoj e bon një davë të kadia. Po, kadia, punoj ke me ryshfet, po dijet. Edhe ja dha fjallën që kom më këshyr, I thirri ata sejmente vete, krejtë, dullën e edhe I ranë fije, kush ja kish pa marrë kalën, e kish pa shita, e nese, I thami prun parët aty. Tash për tjetër son, pe thret këtë të zëtin e kalit. Tha, hajde tha njëherë dejte une. Shkoj kjo aty, pisot tha kalin ta kem gjetë. Po kali I shkon me 3 kom. Ajo nalë, tha jo mërë, qysh me 3 kom? Po, tha me 3 kom. Vallaj, tha në peqe, kum majt atë kali. Kom punu, e jo men me të, tha 4 kom I ka pas. E ja, la ky me 3 kom.
Ja, tha Zaher, s'ko ka jemi. E, tha pra, ma si pëthu së është të jemi, shko për i shpije dhe mo mës ma mësy për këtë punë. A edhe unë nisë për i shpije, po Kadia kish nërmen, 1 hisë mi nalë për veti e 3 hisë mi adhon ati. E të shkuaj për i shpije, ku shkoj në katën të vetin, u tesh aty njonin, i thotaj, ka je konë kështu? Pa i valoj, tha, kesh për qatë kalli që m'ka hupë që atje të Kadia. A ne? Pa i sa kalli ko ka konë me 3 kom, tha, unë kallin e kum pas me 4 kom. Tha, pasha zotën, tha, se pas ke morë vesh punën. Tha se Kadia ka dash 1 kom me nalë për veti e 3 për ty. Po ti i pas ke hup 3 kom për 1 kom. Një nane kësh pas një djallë. Edhe djalli ja nisi më vjedh. Po nana e zez, nuk i thejke pse, po si a prishke heq. Edhe djalli u mësu që ashtu njerë ja nisi më vjedh ka pak në përkopshtije. Vjedh ke ja bike të shpija senet, dikur i kish pa vjedh në mal një pen ki. Hajt u mor vesh, edhe e qetën gjygjë. Tash gjygjë, tha këto duhet me qitë në konëp, me vjerë. Edhe e qunë djallin atë dit aty e qetën, po të kosht atë dit, para se me qitë në konëp, me vetë qka dënë më folë dhe dishka. A ki farë kërkesë dishka. Tha vëlloj, tha po, tha kësha pas qef, tha me ma pru nanën me pa një herë. Shku në ja pru nanën aty. I tha nanë që të guhen, edhe si e qiti guhen, kë kap ja kapi me dhamë dhe ja këputi guhen. Qka bonë kështu? I tha gjyqtari, tha, ja këputa, tha guhen, tha se që kjo guhen nanës më ka prunë sot diri qëtu. Po më pa qërtu nana, e më thonë më në no, se s'duhet më vjedh, më në sot nuk isha arë dërin që dërejgjë. Një burë i grujshën ka njësë më shku dikun, e të ka përcy ka do livadhe, po thot aj burë, tha po mire pasan kosit bre që të livadhe. Ajo gruja tha, jo bre njeri, tha e pasan prej me gërshon. Po qëfar gërshon shmër, po e kanë kosit t'ja pëshe. Jo, me gërshon ko ka pri. Qashtu të shty, po ajo e kish ngri kryt, ka t'jen të ke kanë pri me gërshon. Pa i bregru livadhi kositet me kos, po ku ki pati me gërshon. Unë po të thamë me gërshon. Edhe qashtu të shty në fjallë, u teshen aty një urë, të një pru edhe në për urë qashtu edhe jo me gërshon, jo anej, ti edhe burit ju bo tepër, i kcej ka skon dikur të shtyë grunët e gjujt i nuj. Ata i shkon uj ko gjaj madh aty të fsheu grunët e poshtë. Ky po këqyr, ajo gruja, sa her e qitë ke ujt, vala që qitë ke nalt, ju qaj ke durët kështu, gishtat, që të mek, livadhi është i prem me gërshon.
Ky edhe dula në ure burri e përshkon për pjetë. Ka proni, u tesh njonin, tha, ha, tha, qka je të lypë, tha knej. Tha, o, tha, m'ka ra, tha, gruja nuj, tha, kesh të këshyrë. Tha, mërë burë, në pashtra, tha, gruja nuj, tha, ujtë të qënë, tha, të poshtë, tha, jo për pjetë. Vallaj, tha, krejt gratë në qoftë ujtë të poshtë, tha, qatë të temen e qënë për pjetë. Regj Hyseni i Shushicës, i shkon burri mirë, e i meqëm. E i vjen një musafir me aksham që aty pak para iftari se i shkon qilu Ramazan. E këshin shtru si njën e pritëshin iftarin, ajo musafiri pe vetë tha, Regj tha, sa djemi ki, ky ja boni myhlet. Edhe musafiri u nalë, s'foli mo. U bo iftari, hangërën buk, dhezën duhan. Atëherë pja bën Regja tha, i kom tha 5 djem. A i ki tha të martum, po tha 2 i kom të martum. A kanë thmi, po tha kanë thmi. Aty në 3 tjerë a ju kënë zonë nusa ala. He, tha Regja, e disha tha, ka hinë ka delti, për që ata të thash tha, myhlet, se nuk nisën lafët 2 dakika para iftari. Një farbejta i lapushnikut, i shkon njeri hishëm kështu, edhe e kish pas zanot mu livdu pak tepër. Dhe i ke njerë të hishëm se kësi onë në zërë mund është me gjithë. Mitonin se kësi temin se ka kërkush. Edhe tirë që të me shumë gajtona, s'mun është me gjithë kun. Besa se ke Altin e Mazerën, si ka kërkush ba dihava. Po, tha kum pas qef më provu zoti, edhe ajo më trim. E po del një dit, do fusha dhe që atje ka një livall, peshe një plak me një 4 dhi. 4 copa dhi i rujke, me kumon. Apo të kullosin plak, ja boni, tha po mirë. Tha plak, tha, që ajo kumon, që e ka dhia, tha është e jemja. A i tha, jo, more, pse e jotja? Jo, po, tha, unë qështu për të thëmë. O burë, tha, unë jam ikë, tha, për i të plicë, tha, me që të dhi, tha, dhe kumonën e kum blen të plicë. Dhia arë me që të kumonë, e qështu bo tash e jotja. O, tha, s'do me ditë, tha, unë kumonë, është e jemja dhe në vend, tha, mja hek dhisë. Pasha zotën e ngushtoj plakun dikur, shkoj në zunë i dhinë, edhe i tha, hajde këshyre, tha, kumonën, tha, a është e jotja ajo. Kur afru bejta aty, u gërbav me këshyre kumonën, plaku as një, as 2 të nëzur batlakën e kish pas të në shok, e t'ja qitin lugë të qafës. Tha, a është kumona e jote? O, por, zotën, tha, mos shriku surë se kum bo hajgare. Tha, jo, sa për hajgare ti kur del shatje pasha zotën ma ke palti. O, pasha pejgamberin, tha, vesh lëshëm, e falëm se s'ka me këthy kryt ma, a s'ka mu të këshyrë mrapa. Edhe, e lëshoj plaku, po, nesh nuk duhet njej më lyp belesë gjanë. I shkon ra njonin në gjak. Po, doj ke më shku deri dikun, e pisat një të katunit aty, tha, a mun është bërë burë, tha, më qitë me nore, tha, dej, në filon vend, tha, kom pun. A i tha, po, more.
Ne e se u nesën ullës. Tash këtë gjakë si për thët, Allah hile më mdal hasmi që tash, e më vra që ka bënë ti. Kjo tash për pret që thotaj që jes pushk mërë për ty, ta nëzirë gjakun. A i tha valoj më të vra, tha hasmi, ka më kajtë, tha për ty krejt jetën. Ja, tha, me noa që të rgjohë. Tha se për më mkajt, tha, i kom 40 rëbë të shpija, tha, mkajnë, tha, sa t'jon gjallë. Pa din qka, nuk ka këtha ti për më mqu mu me nore. Hajtë këtheu, tha, për shpije, e unë nisë më shku vetën. Në nej dë bura, bëjshin laf, qka e prish burin. Ata po flasin da aty, dikush sa paj, burën e prish huj. Tjetri po thot, paj burën e prish edhe kajtja. A ne do valoj burën e prish edhe mu marrë me fjallë të halkut e lakmija, më hin harame, më hin punë të këqija. Po, një plak tha, po tha, sa hi e prishin burrin tana këtu. Veç aj që është burr për ta mën, që ka zemër, ato nuk e prish kur qkafi. Aj burr është edhe burr ka më konë gjithmonë. Njanit i vinë dë musafir, ishin konë dë trije, dë matë vjetërë, po kur hinë nodë, unë gjën pak si qaprashit. Do tri dollën atë në balë të gjakut, një plak që atë në fund qirgë. Edhe i zotë i shpis, ju tha marhaba aty dhe po vetët me ta, dikur janë nisi më pjek kafe. Po tash djalli ti ju afru, tha babë, tha cilit mja qu kafen mas pari. Se dojën unë gjatë ma të rinë balë të gjakut, tha kohës, babë, kohës, jo gjakut. Djalli e kuptoj edhe ja qoj kafen mas pari plakut. E për para ka pasë ren në të burave, se cili e ka ditë ku ka venin mungjë. E tash vla, ungjën qysh t'ja u dënë qefi? Kush për të vetë? I kish pa arë në konak Gjemajli Bris Ramadan Shaboni. Edhe gëzohet Gjemajli e pret mirë, e po bojnë laf, e po rrinë. Tash, ish bo koha me bo darkën, po nona Gjemajlit e mur vesh që i ka orë djallit një jaran fort i mirë, e u gëzu, edhe shkojnë divahone për kërset në dirë. Dul Gjemajli, hanon, tha. Tha lokë, tha, deshta më të vetë që ka më qitë për darkë, se më sapt ka orë një musafir fort i mirë. Tha shqyqyrë, tha, kom mazë, i kom tana senete. Tha non qitë na një pitët ligë. U lokë që është një pitët ligë, për musafir të mirë. Kur kam mazë bëllë, tha, non tha mazën ruje për laskuca, e për ata që vinë më hongër. Se Ramadan Shaboni o ardhë më nejtë, e më bo fjallë e lafet mira, se tyben këqyrt, qka i qesin në sofër më hongër. I shkon njoni kongatar, kish paknu, i shpara, që të lise. Po dikur i boni dë vjetë e batalisi, po që të linë majke vjera të në stenë. E të nejtë me dë musafir aty në lodë, pja bojnë ata, api bjen pak bre, Shaban, Shabadema e kështë pas emin.
A pi bjen që asaj që të lije. A ja, vallaj, tha e këm lanë, tha tash s'pi bi. Pa hajtë bre bjeri pak se po kem qef. O burra, tha që 30 vjetë, tha morë në dorë se kom. E pe i pleshnije, ish hi pak si ma në rend burrave me mjekër e sene. Po ju tekën nash fort, sa dikur e murë. Mas parë ja nisi pak si shtërngushëm gishtat, po dikur u shlirue, i ra mirë bëll. Po njoni, pi thët, tha, Allah i Shaban, tha, nuk të pas ka hi, tha, që të lija me mjekër. Ky edhe u nalë, ha mërë burë, tha, a thu pare që ma bot gjitha të lutë me, tha, nuk e pata mjekrën, a? A mos m'dull që ta shtu i ratë që të listë. E janë një takom që sy pëlqen kur qysh. Qysh të bëjsh badjava, hip se të vrava, shdryp se të vrava. Këtyne herë njerëzit kanë zonë kumari. Ja ka hek flok dikush një fëmije, e tani kanë bo kumarije jë nene. E shkon njoni të kumara i vetë, më nejtë. U bo aksham e u quaj i zëtë i shpis me dhez lamen. E mur një boq, e pe dhez aty në gjak, e po mundohet me dhez lamen me boq. Ajo boq as bon flak, veç dhezët që ashtu në vetë i badjava. E fry ky boqën, e fry e mundon me dhezë hiq. Ky pja bën Musafi, tha, qërë bre kumar, kuj pas këtë shkrepzën që aty, mirë gjak. Tha, ja, tha, ato e ruj, tha, për na i zërë ma të madhë. Tha, vallaj, bre kumar, zërë ma të madhë, se m'ju fry boqa për kurshit. E më së mujtë me dhezë lamen, tha, unë se di që shë ma zërë. Edhe pesha që asje ka e dhezë, bile. Njanit ju kish parrit menja bajagit që po din më fole, o boj zoti. Me sabah, del ke për shpije, as një hajrë nuk e bëjke në shpit vetë. Deh në për katune, në për miqësie, majke fjale, qka për vetë. Po, dikur zahere e pa u pak që u boj tepërt. Zaher se një goj ke kur qashfort, e u këthy një pramje, kështë jem lo dhe unë që aty tha, a më i gru, pasha zotën si met ma më dalë kun. E mër njëri, besa ty si met as për të shpija e jotëse. Një farë muharremi, e kish pas një qenë të mirë, e kish pas fort për marak. Po, një natë ja kish pa vra dikush. Edhe po veta neje këneje po munohet me ditë kush ja vra, po badihava dikur u tesh njonin. Edhe pi thët, për zënë ma gjetë shnirin kush ma vra qenin, 3 lira i ki. Ai edhe shkoj dëgri të një farazemi. Po rrinë aty nodë, e pi thët ky azemit tha, për zë qaj që ja vrau, tha qenin muharremit, do rëj lumët. Se vallaj qenë ma i keq s'ka pas. Bëjke dome, heke në për flanika, gjithka, qka s'bëjke. Ky azemi për mu kalzu pak, baja gje që është dikushi, tha, a peshe, tha që atë mbazerë dhe vjerën që aty. Tha edhe që ky gisht, tha e kanë vra qenin e muharremit. Jo, tha, po që më pështove, tha. Pse? Tha vallaj mishtinë, tha 3 lira në gjep. Pse mërë qëfar lirash? Tha se muharremi më ka thonë në ma gjetë shnirin, kush ma ka vra qenin, 3 lira i ki. Ky azemi u tut,
E u drejt, tha, valloj, tha, se kum vra, tha une. Tha se as se kum pa kur, tha, qenën e Muharremit, as se di çfarë u konë bile. Një dy vllazën e kishin pas një odë të mirë. E vllau i madh kishte qef me thirr Beslimagën në konak. Beslimaga ku ka konë burr në zan, e pasa pas fjalë. Po ky vllau i vogël nuk i konis ke fort. Hajt bërë, thej, kish ka pedën Beslimagën. O e du, bërë, thej, ke është burr i mirë. Aj, ti e dën ata, e dën vetën, po çka është Beslimaga për ty pash zotën. Nëse nuk shkoj gat, edhe erë Beslimaga në konak. Pa edhe e kish pas zanot jo më shku vet, po vet i dheti. U mu shoda aty musafir, a ki nga darke, muhabete, kafe, po rrin, po flasin. Po tash ky vllau i vogël, u munoj ke mja qit hujt sa ma fort Beslimagën vllaut vet. Mos me thirr mo. Rrishin pak, tash vend që mu qu vet, si vllau ma i vogël i thej ka ti vllau të madh. Vallai, konë mirë mja qit një kafe që tash Beslimagës. A ju qoj ke vllau, janë një po 10 kafe u dufke mi qit. Rrishin edhe pak, folshin, ku bëj ka pet ky vllau i vogël. Vallai, stash një qaj e kish pi Beslimaga. Aja pet u qoj ke 10 qaja për i herë. Kafe, qaja, pak put deri në gjys nate. U lëdha i vllau i madh, u tesh. Nëse nestrit u qun ata më shku për shpije, edhe pi thot ky vllau i vogël, ha, tha vlla, a u nginë, tha Beslimag. I shkon barak njonin në gjah. Del ke maleve më gjujt, edhe asiher pa një 7-8 lepra nuk vi këtë shpija. Po dikur nisën mi fol ata të shpis. Edhe gruja i thanë me lonë këtë zanot sa përshe sa shpirtat për merë në qafë, gjuna. A i badi hava që ashtu apete, dikur për me tut pak ma fort, pi thot gruja, tha, mërë njëri, tha, më zvraj mose, mund më na ledhe thmija sa katë. Edhe që atëherë, tha, hajtë, tha, se s'do më dalë mo, dhe boni be, tha, që s'ka më vra mo. Po një dit, i mor kitin gjiti, shkoj për drun mal. I boni drun të i ngarkoje, u nis të poshtë. Tu ka përcy s'kaj një luge, peshe një le për ram aty. Flejtën. Edhe i bërtiti, qau, ik. A i hyq, se njeu, të nëzur mazirën, ta ke vrau. E mure qoj të shpia. Kur hini në bërë aty i dul gruja për para pja she lipin. E bre njeri që ka pas ke bo, po qysh ki vra lepër pak, i bo be që s'ka më vra mo. O valloj, tha, i shkon tha një farlugë që aty e bëll i bërtita, qove, ike, nuk iku, tha, e vrava. E nesh janë dë punë që kur ti bën njeri zanat nuk mu i len. Thot fjala popullore, qka piqet s'hiqet. Një katon ishin konë një 3 kosaq, pak si mat njoftë në Bajagi, po njoni i rept, njoni i fuqishëm, e a i treti vëlla i shkon për të zgji, si a doj ke fort. Nëse hin një liva më kosit, hini mas parja i repti, po prin me të rept,
Se tha du të mungut se dili s'na pret. A I fuqishmi ti më shojke me forcët e rotullojke barin. E ky prit të zgjia u sill të anej e knej. Dikur pësojnë ta mërë hajde nësja të ajarë më kësita mua janë në për livall. O vallaj, tha kesh të këqyrë më s'pëbjen farshiju e me lonë për nestra. Shkon njoni në Konak, një ven, edhe si masa detit, po thret aty të dyrë të oborët, oj zoti shpis, heq. Dikur e qeli derën e kapgjikut, hini mrena, apet po thret, peshen një gru që atje ma nej pelan një sini, të kullës. Edhe heq ajas me qu kryt. Në vend që mi thonë, a mu i herë dhe në gjithë të nalë se baba është në kullë, vjerë I vetë, ajo heq. Dikur kë hinin në derë të kullë se unë gjithë nodë, po rinë, po bojnë laf me zotin e shpis. I qiti duhane, dikur po thët kë musafiri tha po qona. Tha jo vallaj, tha pe konakut tem, tha pa kafe s'ban më dal. I pin kafet e valla që tash tha më mdhon nizë, tha po eci ka dale. Tha ja, tha është vakti I bukës, tha doj më hongër buk, tani ka dale. Hongër në dhe buk, dikur, a I pëthët, e që ta shë bot të amon, tha ja, po pim, tha dhe qaj. Pinë edhe qaj, dikur që po kur dollën të dyrë të oborët, pëthët I zoti shpis, tha, vallaj, tha, dhezëm duhon, tha, e pim kafe, hangrëm buke, pim qaj. Tha, asë një herë nuk më thaja zotit dhasht bërëqet, veç të rrit nera. Tha musafiri, tha që tu kesh të prit. Se kur jëm hi, tha mrena dyrve, e kum pa, tha, o borin, e shpin, edhe dita që bërëqet të kish falë zoti bëllë. Po, nerën e kishe mangu. I zoti shpis e për cilë edhe kur u këthy, atje, pi thot rez vetë, tha, a keti, tha që të në bërë, kun, tha, kur thire qaj musafir, tha, po, vëlla babë. Tha, një thiri gata, tha, po, vëllaj, ko gja gata ka thirë. A një hirë si dhe gjevap kur gjohë, tha, vallaj, tha babë, s'di. Tha, që ma pas ke ligë, tha fisin. Veç tha, amanet për talon, tha, reja jeme, kur të thret dikush të dyrë të oborit. Jepi gjevap se qashtu ma rritit I barit. I kish pashti njoni dë kësaq në livadh, po njën 20. Edhe u qunë herët, e të cokatën kost mirë, e të hollun, e të hinë se me lagësht kost presin edhe ma fort. E po kositin, dikur u bo vakti bukë se hinë nër hije. Ja prunë bukën aty, ja ushtrunë, ja nisën më hangër. Po njoni për I kosajve, e nëzur një spec djegës për I gjepi. Dhe për ju thët, kush mundet, tha, me hangër që të spec, tha, pa pi uj,
Tha e ka një kosaq, tha për me e falë. Ata dhe po hajnë buke, njëherë s'po bënë zokër kush. Dikur njani se ma trim dhe mek në speca djegës. Tha unë, tha e ha. E murë, e ka fshëj në rrupë specin, po qa që shkoni djegës, e të kapi munim, e të mërdhez, e dikur e mlunë dhe njërës, ata pe këqyrin, veç kur qupe i gazepi, e të njës ka proni, shkon proni, s'ka e livadhi. Po këta kosash tash mi thojnë, hej, mës hinë në pru se e hup kushtin. Tha, o jo, brez dhe më pi uj, tha veç në mujsha pak me fladit gojen.